Nuk ka nisur ende procesi votimit përmes postës i planifikuar për të premten për shkak të vonesave në dërgimin e fletvotimeve. Tek më 12 dhjetor është përmbyllur shtypja fletvotimeve në Sloveni të dedikuara për votuesit jashtë Kosovës. Në KQZ thanë se janë duke u bërë përgatitjet intensive që secilit shtetas të regjistruar për të votuar përmes postës t'i dërgohet në adresë pakoja me fletvotim. Në Sloveni është përmbyllur procesi i shtypjes së fletvotimeve për votuesit jashtë Kosovës, që i takojnë votimit me postë, dhe gjatë ditës së premte 12 dhjetor janë sjellë në Kosovë. Sipas procedurave, shërbimi votues i KQZ-s do të përgatisë paku të veçanta për çdo votues dhe përmes kontraktorit në fillim të javës që vjen do t'i dërgojë në adresat e votuesve të regjistruar që kanë zgjedhur këtë mënyrë votimi. Për fuqizimin e diasporës avokon organizata Germin. Drejtori ekzekutiv i saj, Lirim Krasniqi, thotë se vonesat në dërgimin e fletvotimeve mund t'ja pamundsojnë të drejtën e votës një pjesë të shtetasve që jetojnë jashtë. Ky problem do të shkaktoj vonesa edhe mund të shkaktoj që një pjesë e bashkëdhetare që janë regjistruar për votim përmes postës të mos mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre, sepse nëse ata nuk i pranojnë materialet zgjedhore në kohë, automatikisht kjo kohë shkurtohet dhe ata do të kenë shumë më pak kohë pastaj për t'i plotësuar fletvotimet dhe për t'i kthyer përmes këtij procesi postar. Kështu që do të ndikojë negativisht. Në total janë 55.103 votues që janë konfirmuar nga KQZ-ja për votim përmes postës. Ndërkaq për të votuar në përfaqësi diplomatike janë regjistruar mbi 19.000 qytetarë. Votimi përmes postës është më i preferuar sepse është më i lehtë. Edhe sidomos fakti që mund të votosh duke dërguar postën në vendin ku jeton, në kutitë postare që KQZ-ja i hap jashtë vendit, e bën shumë të thjeshtë sepse zarfi me materialet zgjedhore të vjen në shtëpi ose në adresën ku je regjistruar. Edhe kjo nuk kërkon ndonjë përpjekje shumë të madhe, prandaj është forma më e preferuar e votimit. Ndërkohë që më pak e preferuar është votimi fizik në misionet diplomatike ose në qendrat zgjedhore që hapen në misionet diplomatike, sepse ajo kërkon një përpjekje më të madhe, duhet me dalë prej shtëpisë, në disa raste me udhëtu 100 kilometra. Në total janë 77.085 aplikime të pranuara nga ana KQZ-s, e të cilat janë bërë nga votues që jetojnë jashtë shtetit.